Përshëndetje. Me mua sot është deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Ymeri. Zotja Ymeri, faleminderit që keni pranuar të jeni mysafire e Periskopit. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Kënaqësi, edhe jonja. Çfarë është në këtë letargji verore, çfarë është duke bërë Janina Ymeri? Ty përcjell zhvillimet të ndan, tu e pa ku dohet me reagu, ku jo veç me Facebook, po edhe ma shumë. Çka ka qenë më e rëndësishme këtë verë, ku marrë pjesë në protest për Elezhan. Në Elezhan, fakt, për procedurën e djegjes së gomave nga Sharca Msilan Djegse. Edhe me fjalë tjera, në gjendje gatishmëri, unë bë them një fjalë të rujt Republikë. Domethënë s'pas një gjithë vend për pushim. As pak. Jo. Pas ka pice, se edhe vera si vjetë shumë e nxehtë. Po, edhe këta që po shkojnë pushim skenës politike, ashtu kështu po do të menajtë online me qyrë qëndrimet e të tjerëve. Nuk është kohë për pushim, sipas meje. Po, e vërtet. Këto ditë, këtë kohë, këta muaj do të thotë e kemi pa që vendi se rishufut në ngërç të thellë politik. Edhe kanë kaluar më shumë se 2 javë ditë prej kur është desh në konstituu kuvendi, nuk po konstituohet. Në anën tjetër kemi 2 parti opozitare, PDK dhe AK, që po protestojnë, po bajnë thirrje për konstituim të kuvendit. Po. Në anën tjetër e kemi LDK-n e cila po oferohet, po negocion me zotin Kurti për me gjetë një zgjidhje. Pse ky qëndrim i LDK-s këtë kushtë? Po, me herën e parë që u mbledhen në kuvend, në konfrontim me mërgat, u pa që sa ma pak me i frikë kësaj punet protesta vazhdoni, për shkak që eskalon situata, me të vërtet nuk janë kom pamje të mira, edhe mbi krejt çto fotografitë e videot që dalin, mas shumë të e psojnë qytetarët. Edhe për shembull një investitor me bo me po atë video një 5 vjet e vendos mos me orë më Kosovë me investu, i vje fjalla. Tash, nuk është se partitë opozitare në një vend demokratik janë trupe përbashkët. Mundën me dallu në qëndrime, mund vje mirë që edhe si këtë mësisht të LDK njona për tyne ka vendus me ju shku negociatave deri në fund, për me pa se a ka me të vërtet në i pashprejse për konstituim, jo veç për konstituim të kovanet, ajo është detyruese, po për me gjetë një zgjidhje. Tash, ka rastis tjetë ajo parti LDK-ja, edhe që me po të gjitha skenarët e mundshme. Pra kjo ka qenë edhe poenta, që në rregull janë aksionet e PDK-s, LDK-s, partive, tash se mi thonë me anë na duket sikur janë akuzë në vete, jo, sikur partia ne 2 ka dalë në aksionet veta, edhe në anën tjetër një parti, edhe sikur të kishin prit këtë për bisedime si shkon mirë, sikur të ishin konkret në aksion si shkon mirë, se e kishin sigurisht Albin Kurti kishton këtë më kam bloku. Këta janë ata, unë jam une, kështu e kena të e provu në të gjitha mundësi tona për të gjitha partit po flasë, se qysh një njëri që s'ka guxim, mas 50 vjetëve jetë, po tutet edhe me konstitu kuvende, që është shumë me situatë ngratë. Po, e vërtet, po LDK-ja ka një përvojë të keqe në bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje, kanë qenë një kohë koalicion, masandej e dim që ka ndodhur, që shkanë rrjedhë ngjarjet krejt, edhe pse kësaj here duhet me i besu zotit Kurti, ajo është i njëjti. Na e kemi pa që veprimet e tij politike, ai ndjek cakun e vet, edhe nuk i intereson, fund don këtë rast ajo që apo përflitet është që po synon me shty zgjedhjet e reja për ka fundi i vitit, me shpresën që replikohet rezultati i vitit të kaluar 28 dhjetorit. Po që ta shumë... Pse LDK-ja do të thotë sërish të themi po bjen ngrohtë kënë Albin Kurti? Jo, nuk është aja. Për shembull modeli ne, tash mu pas shumë kom këtë partia ne, 2-3 PDK, LDK, AK, me bo një aksion para qeverisë që nuk i jep guxim një njëri si Albin Kurtit, nuk del, thot vetëm kam bloku. Ta më kam bloku, unë jam nuk po moj, edhe na shkoj një 2-3 muaj zgjedhje, 45 ditë, 60 ditë, gjitha afatet kushtetuese.
në qatë rrugi që një 100 euro, në të 100 këtu, 100 aty, 100 këtu, vjen rezultati i zgjedhjeve, shat një bukur mirë pishitet që kjo farë imazhi i viktimës, qysh e nisi me kuvend e që tani nuk i zgjati se e gjojtën me vezë. Mirë po, që kjo kish pas më ko modelin e të ripërsëritun të kurtit që na e kena që sa ku. Tash, në anën tjetër e ka këtë mundësi që na me mundu më kon konstruktiv për mja mundësu me pas një president ose që ka fije vullneti për institucione stabile. Përvoja e keqe ana ka bo mu të rjek prej edhe për negociatave për qeveri, edhe për çdo post të mundshëm. Po nëse e marrë modelin e kena pa, qështu ka shku? Jo, na e na kondo, na nuk dojna me imbisedime, mirë shumë. A i vjen 1-2-3 muj, thët unë jam viktima, unë s'po muj, ta s'po dojnë, ta s'po mlojnë, ta s'po shkanë. Edhe apet i fiton një 4-7-5. Tash, njerëzit duhet me pa që kanë votu. Njerëzit duhet me pa që e kanë votu një tëtë, që nuk është në gjendje me bo një konstituim kuvendet pa e garantu presidentin. Se di, e kam përshtypjen që po llogaritni në reagimet e Zëtit Kurti shumë po llogaritni jo e nuk po i merrni parasysh aksione që ose veprimtarinë politike që ishi desht me bë. Kanë po duket sikur opozita ka rënë far pengu i ashtu pavetëdijshëm se çka mendon Albin Kurti, që shko mu sill Albin Kurti. Ndërkohë po i harroni aksionet, veprimet që ishi desht me... Nuk mendoj që një aksion ka me pas shumë pesh në zgjedhje kur bëhet 4 muaj para zgjedhjeve. Unë jam për protesta në masë. Kam folë edhe më herët vet, po jam para zgjedhjeve. Jo ç'shto, jo kësaj. Pra unë nuk mendoj që nuk do të më kom protesta në masë, me gjithë kanë, po jo 4 muaj para zgjedhjeve. Se nuk ka kur far kuptimi tjetër është që kjo po lidhet edhe me qëndrimin edhe me vendimin në Hag, me PDK-n. Po nuk është për gjitha partit kjo, edhe nuk është për gjithë njerëzit. Pra unë jam me çu protesta në masë, as nuk jam për mja pa të nkohën vendimet ose reagimet Kurtit. Po kur vendoset me shku në zgjedhje, me pas protesta në masë, mi kallëzu njerëzve edhe na tjerëve, edhe votuesit me pa se çka janë të desht me zgjedh. 4 muaj përpara dhe harrojnë në cila u konë aksioni. Sakt, mirë po fatkeqësisht nuk është drejt asnjë tendencë bashkëpunimi mes grupeve opozitore. Ne nuk ka të keqe me ulmi kur dinu nga aksionet. Ne kemi rastin në Rumani, do të thotë mas sa vite pushtet, urdhzu një autoritar atje, Viktor Orban. Mirë po para zgjedhjeve, krejt partit patën heq dorë për i kandidatit partijak për kryeministër, edhe pa të ndalë me një kandidat të përbashkët me mbështet, këtë tash që është kryeministër. Do thotë, modele ka se si bëhet kjo. Po, ka modele. Për shembull Bullgaria, për shumë mrena natës se kanë rrezu krejt qeverinë se ka dashur me i ngrit taksat. Unë personalisht besoj që zoti Kurti edhe partia e tij me këtë to që kanë bërë për këto 7 vjet, tash është shumë let i mujtshëm. Gjithçysh. Edhe lehtësisht i lëndueshëm, mirë po çka po mungon është një alternativë shumë bindëse. Se indikator shumë inkurajues për opozitën ishte desh me thonë që 104.000 vota i ka marrë më pak në 7 qershor. Nuk është pak kjo. Sa për inkurajim, për shembull çifti jam, unë juve që jam me inkurajume, po edhe jo me bindën që kjo është në rënje, është perëndim diellit, është ura. Jo pse o kon diellin e herë, po figurativisht e mura fjalën, pra Kurti. Pra edhe në anën tjetër nuk është që nuk kena komunikime me partitë PDK-n edhe AK-n. Kjo nuk qëndron që na nuk i flasëm edhe i shohim si tuaj, as si nacionalitet ama puna ata shqiptar, po as si ideologji tjetër me të cilët nuk ja vlen komunikimi. Pra, unë për shembull është para pa më herët që protesta ka në komuna, ka dhe komunat LDK-s që janë të imbrojt që kjo ka nisë pe PDK-s. Nuk është që na i kena nalë komunat edhe ju kena thonë mos u bëni me ta. Po në momentin ku jemi, nuk mendojna që është e udhës më u krejt partit njëjtin aksion. Tash është momenti i negociatave. Po kjo nuk ndodhë më, edhe nuk ka fija sensina me nejt heshtën para zgjedhjeve. Do të me pas protesta në mos, si s'ka po ky vend më herët.
të mos jenë të lidhuna me vendimin e Hagës. Patjetër tash janë të lidhuna. Që është në rregull është për partinë e tyre, kauza e tyre, gjithçka është ideologjia e vet partisë që është lidhur me këtë akt. Por nuk do me thonë që tjetë për këtë vendin, edhe nuk do me thonë që ka me pas pesh 4 muaj para zgjedhjeve. Pra, me PDK-n edhe MAK-ën komunikojmë me para. Përkrajmë nga ana morale aksionet e tyre demokratike dhe pasore. Po nuk mendojmë që është koha tash të përfshihemi në protesta në masë. Unë për veti kisha dalë me thirrje protesta. Kur e pash qysh është e lidhur, qysh ka me eskalu momenti deri te protestës që ka me konë sigurisht data 16 shtator, nuk është se i kam hiq kësaj pune se peshot që është e lidhur edhe me vendimin e tyre. Edhe është 4 muaj para zgjedhjeve. Me këto afate kushtetuese. Kur po thani 4 muaj para zgjedhjeve, po jeni e sigurt që do të shkojmë në zgjedhje? Jo, nuk është që jam e sigurt, po gjithçka po duket si kena me shku në zgjedhje tjera. LDK-ja është e interesuar me shku në zgjedhje apo gjithçysh me gjithë mënyrën mos më shku në zgjedhje? Jo, nuk do me thonë gjithçysh, se gjithçysh për ashtu e kishëm shku këtë partinë dhe kishëm pranu çka. Për shkak ka edhe interpretime që për shkak negociatave, LDK-ja që është ka i banë me zotin Kurti, është një mënyrë me i shmang zgjedhjet për shkak të rezultatit, jo vetëm LDK-ja, po edhe parti tjera, që rezultatet jo të mirë që e morët me 7 qershor. Edhe frika që me shku sërish në zgjedhje, mundet ai rezultat me thonë edhe më i keq. Jo, na nuk është me shku ashtu në politikë, s'po hi në zgjedhje se dalë ma kaq nëse është rrugës për me shku në zgjedhje, nuk po gjejmë pajtim, shkojmë në zgjedhje. Mirë, po diskursi është asisoj, pse me shku në zgjedhje, të gjejmë një zgjidhje institucionale, të respektojmë kushtetutën. Diskursi mundet më konë qysh dënë është api studiove, petitojve medial, mundet më konë persepsioni, pajtona, mirë po edhe janë afatet kushtetuese që nuk është që kena dalë për te kushtetutës për shembull në seancën e fundit s'ka marrë pjesë veç. Qa ditë që e ka gjujt me vezë time Kadriaj Albin Kurti, se ka qenë jashtë randet. Mirë po. Ajo ka qenë me një ditë pas përfundimit të afatit. Po një ditë pas ka qenë. Një orë pas, një ditë pas. Po, është vërtet, është edhe absurde që kjo kërkesa tash për mendimin tim, kushtetuta u shkel, tash po bëhet thirrje me u konstituu kuvendin. Po dhe s'po mujmë, nuk e bojnë më këto me i dhonë me konstituu kuvendin, pi bëj thirrje unë njerit plotësisht pjekon që 60 pushtet hajde konstitua kuvendin. Që ti është me interes me konstitu kuvendin, urdhna. Po veç po i shkanin takime. Që jo, mjetit njeri. Jo, këta në të e bo thirrje me konstitu kuvendin, e tash me shkun takime ti njeri. Këta po i bojnë thirrje me konstitu kuvendin, ju po i shkanin takime në një farë forme, po i bëni thirrje hajde të zgjedhëm për me zgjedh presidentin, po që aty është akti financë, ndryshë në komunë është me pru as dhe kuvendin. Qysh mundet me u zgjedh presidenti tash nëse këti kuvendi ka kalu afati? Do të me u bo një akt... Nëse është kuvend antikushtetues, të themi. Pa u bo një akt i caktum. Si bëhet ajo? Konstituimi i kuvendit, në cilën do kohë që e vendos, Kurti se s'ka kusht tjetër se kjo parti me një trup, me një njeri, me një zo, atëherë mu bo një akt që për mu bo lënë për gjykatë kushtetuese, sepse kjo është që është e interpretume paraprakisht. Tash nuk mujna me thonë... Sërish me dërgu në gjykatë? Nuk thash me dërgu, po për me dërgu. Nuk e thash që na kena me dërgu, po njerëzit po thonë pse nuk po dërguhet për asnjë lloj partie në gjykatë kushtetuese. Në gjykatë kushtetuese nuk mundesh me thonë, nashta e ka menën me bo, halë nuk e ka bo diçka që o krya, ta kanë thonë 30 ditë. E nëse ka një akt që konsiderohet jetë jo kushtetues, që atëherë dërgohet në gjykatë kushtetuese për 10 deputetëve. Mos jenë për LDK, se nuk është bo akti si i tillë. Pra gjitha format janë të u mendu. Ose është u mendu atë i bo thirrje për me konstituu kuvendin. LDK-ja me 3 aktar për saj, përfshirë kryetarin e saj, është mundu me negociu për presidenti. Po në fund fare, kjo është interesi i Albin Kurti gjithashtu. Se është të hupë edhe për veti. Na kretin atë hupë ka pak, edhe kretin a përgjes për statën ku ka. Po nuk po thëmë që asnjëna parti s'është përgjësi më shumë saj. Po sigurisht. Që thojnë vene shtak që kena ardhe që to, se cili e na përgjes. Po qëtash është qysh me gjithë zgjidhjen. Zgjidhja është që pa akt nuk mundesh me dërgu në gjykatë kushtetuese e para, cila do parti që dën me dërgu, dhe deputete më shumë, për me gjyku një akt nëse është ose s'është. As mujta me thonë, në rregull konstituo kuvendi unë po të vi seancë po të si ki kushtetues, jo tash dërgoje.
Nëse ti mendon që nuk është kushtetues. Edhe kur vina te presidenti, nëse nuk zgjidhet, shkojna në protesta masive. Unë për veti vetë kam e bo thirrje, edhe nëse zgjidhet presidenti, atëherë është në rregull, 80 vota, mjafton. Që nuk mendoj që është qeveria pa gjatë në çfarëdo versioni. Nëse me qenë se po më pyet mua, nuk mendoj që është qeveria pa gjatë. Se nuk Çka e bazon vetë? Po hem. Ko keq menaxhem, ko krem në shumë ministri, për shembull ka pas skandalin e subvencioneve, skandalin e rezervave, skandalin në energji, ka të njëjtit njerëz pak a shumë që janë të udhëheq në, për shembull, Fitore Pacullin e ki pej bujqësisë ka dalë në mjedis. Rozeta Hajdari, ajo s'ka ministre, ajo s'është ministre, Artone Rizvanović ishte njëjta ministri, po janë pak a shumë të njëjtit njerëz që s'kan bëu gjë dhe kanë zhyt. Janë recikluar. Po, janë recikluar me veti. Pra është e njëjta strukturë që jo vetë që tash është ilegjitime, po ka pas skandale dhe janë të përfshirë në ajni. Po nuk mendoj që është i njëjti ministri i shëndetësisë që sa. Nëse deri tash jena kaq keq në shëndetësi, pse mendoj unë që pse unë më mendoj që është i drejtë për shembull Arben Vitia, edhe që nuk ka jarëni me shokët vetë për të ndirë atë shëndetësisë. Po është një të njëjtit njerëz. Edhe në këto forma nuk mundesh më udhëheq 1.5, 1.6 milion njerëz me njerëz që janë edhe padijshëm, po dhe kriminal në forma të caktuara të krimit ekonomik. Para se të kalojmë në çështje tjera, ekonomi, energji, shëndetësi, arsim, edhe një pyetje pak te çështja e presidentit. Nëse LDK dhe vendosje dakordohen për çështjen e presidentit, gjendet një emër edhe pajtohen për atë emër, ju personalisht, a do ta vetoni? Mbetet më diskutu me ana organeve të partisë. E herës fundit që jena kohë mbledhjet grupit parlamentar nuk ka pas asnjë temë, asnjë pyetje lidhje me emrat. Mbetet më diskutu se për kujt propozohet ai emri, kush është, edhe tani me vendos për momentin nuk është që kom garantu vot as pro as kundër, as me nejtë sallë, as mos me nejtë. Në jetën publike, fillimisht jeni njoft, themi kështu, ju ka njoft opinionin gjën me temat e energjisë, për cilat edhe vazhdoni ende të trajtoni. Sa keq është gjendja në energji aktualisht? Se mirë ka vite që nuk është. Gjendja është asisoji që tash veç që friksona që ka ndaj tragjedi që jep viktima dy shifror, 10-20 vjet mesin, e ndaj farpike që eksplodon diçka. Gjendja është asisoji që mujna me dorë vdekje dy shifrore për shkak të sigurisë dhe nivelit të kushteve që po mirofejnë mrena për mrena kekut, që nuk dyshoj që më mirë dhe në trepç. Po, fjala është. Ne keni fjalën për amortizimin e pajisjeve, mos kujdesit. Po, amortizimi i pajisjeve, siguria në punë, menaxhimi, mirëmbajtja e pajisjeve në fakt, edhe në përgjithësi kujdesi për staf. Gjendja është asisoje që na veç do të me prit kur po na bie natë që thëshëm, tash kur po na bie keku edhe kur po na bjen kriza e radhës. Kauza më kon kundër mafisë energjetike, qendron e njëjtë. Nuk është që këta kanë bo asnjë ndryshim për atyne që i kemi kërku, këta kanë fjalën qeveria, janë peng mafisë energjetike edhe për shembull herës fundit ZR-ja e kam shef edhe informatën që me FTA ose kompania Vukamović është e licencuar. Kjo ka dhënë për kompromitimin e institucioneve shtetërore deri në muaj e mali. Edhe gjithashtu duhet me cek edhe që sa komo tani që prokuroria speciale ka prova për me shku më shumë kësaj çështje, po nuk e di pse nuk e shojnë të rrugës. Mendoj që kanë edhe presion për pushtetit, ta e kena thonë edhe në diskurse të tjera, që sistemi i drejtësisë është jo i kushtzum ndoshta, po sa është në presion për pushtetit, njëra ndër drejtimet që e them me siguri të plotë është energjia. Nuk mundet dikush më përfshi në të ndera edhe me shpëtu me një dëshmi në prokurori. Se është penale. Mirë, po, gjenda në energji, jo se ka qenë edhe më herët, ma mirë. A mujna me fajstu vetëm këtë qeveri, e dim që përkëtësimi kështu drastik ka ardhur për qeverisë skurti, importi më i madh është bërë mirë, po
A të me marrë një pjesë të fajt edhe parti tjera që kanë qenë në pushtet për para, përfshi edhe LDK-n, që për shembull nuk e kanë po urgjencën e përfundimit të projekteve të mëdha energjetike si Kosova e Re. Në fillim ka qenë, nëse s'gaboj, Kosova C i kanë thonë në 2008. Kosova C, A, B janë edhe C me po. Po, vetë fakti që kena ardhin këtë ditë, në vitin 2021, që kjo me pas atë fush gjelbër të shitjes rrymës elektrike, importit kaq nalt, kallëzon që Kur ka gjetë një teren kështu të hapun, edhe defektet kanë qenë edhe më herët, çaq ka pas varfëri energjetike dhe kena, sa që ka shfrytzu deri sa janë bo sot $1 miliard. Asnjë investim madhor nuk është bo për 21 vjet në energji elektrike. Për tregti nuk është që kanë pas faj, për shkak që jena konë të lidhur me Serbi, edhe deri në 2020 nuk kena pas pavarësi energjetike. Çka ka ndodhur më vonë është që linjat energjetike janë dhënë tash entiteteve që i kanë ble entitetet serbe ose këto FTA dhe tjera, ose që është përfshirë më vonë NOA. Po, domethënë për një part nuk mund jam në fajin se nuk kemi pas drejt. Tek në 2020 jena pavarësuar nga ana energjetike, por për investime po nuk po i tash me thonë që kemi qenë perfekt. Po asnjë njeri nuk mendoj që do të me një politike dhe me thonë partia më perfekt dhe këtë të tjera dini këqija. Ka pas neglizhim, po ku ka dalë kjo çështje më qendrore tjetë për shkaku i importit të energjisë elektrike. Çto është boka që madhe. Ta nuk e kanë pas problem se s'kan harxhu shumë. Por nuk ka qenë deri në luftën e Ukrainës ka qenë rëndësishme importi i energjisë elektrike. Se këta për shembull kanë importu 50 milion. E jo që ndodhë sot që 50 milion të iki një muaj e gjysë, se çdo një ditë shkon 1 milion. Çfarë është kjo çështja me këtë bursën shqiptare energjisë? Personalisht nuk e kam pas qartë. Po veç me përmbledh, nuk kanë bu as ta investime, po nuk ka qenë asnjëherë kritike. Po nëse më thojnë që nuk kanë qenë kritike, besoj se kur i shoh shifrat nuk u kanë edhe shumë. Që me thonë tash, në këtë moment do të investojmë. Sikur që nuk ka qenë kritike, po shihet edhe mirëmbajtja janë kek derisa inshallah këtë herë janë të kanë me investu në siguri. Te Alpexi është mendu që tregtia e rrymës elektrike të jetë një proces transparent. Vendoset çmimi në bersë në bursën Alpex, ku nuk do me thonë që është rryma e Shqipërisë. Ajo, rryma pa tjetër, se Shqipëria nuk ka rryma as për veti, për që më na dhon neve atë sa kërkojmë në asnjë vend në Kosovë, në Ballkan nuk ka rrymë sa dojmë na. Përveç Greqisë dhe Bosnjë Hercegovinës. Ta e neto eksportues ton kuon. Kanë edhe Serbia për shembull, kanë edhe vende të tjera pak. Greqia po. Energji të përtetshme. Jashtëzakonisht ka energji elektrike, po dhe po, në moment që e shet po. Kanë avancu shumë Greqia. Edhe jo me gazin Amerikan, po kështu të energji të përtetshme se edhe ka shumë po dhe Bosnjë Hercegovina është shumë mirë. Tash, bursën Alpex është mendu proces transparent i shitblerjes së energjisë elektrike me qenë se është biznes kaq profitabil. Hyn bizneset në anën e Kosovës, edhe në anën e të Shqipërisë, edhe thonë këtë ditë kena me tregtu me për shembull €100 megavatin. Edhe ofertojnë. Hapët ankondit për njënës për tyne dhe thot, në qenë se kena nevoj tash në ora 4 për të nesërmën, tash me marrë rrymën, shkojnë në bursë dhe bëhet proces i regjistruar si kur në bankë. Dhe anën tjetër, të ndera që bëhen, ta e kanë anashkalu bursën, se s'kan desh ta transparencë. Kanë shko të Iliri, se Iliri ka rrymë, edhe qëta është del të nderi, te e bën thirrjen, e bën ofertën, edhe mbyllët të nderi shumë shpejt. Edhe marrymën prej teje. E iki bursës komplet. Edhe qështot kanë vazhdu me paka shumë me monopol të tregtisë energjetike me NOA dhe e TMT. Tash së fundi që ka dalë TMT-ja. Pra i kanë ikë bursës si tillë, edhe kanë bo allëzhvereshe të gjarlëk një me një. Kjo është zyrtare, kështu që nuk kena që ka me spekulun këtë pjesë, mirë po ka humbë qëllimi që ka qenë Alpexi. A është këto, do të ti ke trajtu jashtëzakonisht gjatë edhe i ke sqaruar mjaft mirë për opinionin edhe na media që mi marrë me këtë çështje. A është pjesa më e vështirë për shembull që kjo
të themi që dallaveret me rrymen që bëhen, me u hetu. Se dyqysh çmimi që lëviz në bursë, nuk dihet sa është kërkesa për konsum. Unë paktën e kam përshtypjen që është pjesë shumë e komplikume edhe për një hetuesi, për një ekip kështu që i din edhe financat në detaje. Nuk mendoj se për shembull ka pas pista. Pikërisht, po e them këto se pikërisht në çet fush kanë besoj ka qenë shumë e fokusuar vetë ky pushtet, për shkak se edhe vështirësia shumë e madhe për me hetue me zbarë se çka në fakt po ndodh. Fitimi shumë i madh, edhe telash i madh me detektu se qysh ku po ndodh dallaveri më sakt. Dhe para, Prokuroria Speciale e ka pas ekspertin antikorrupsionit vetë kryetar bordi në KEK. Edhe vetë antar bordi KEK. Më falë se një ndërhyrje. Se na për shembull, neve na ka bërë përshtypje vetëm kur i kemi po kompani që janë kriju shumë shpejt, edhe për një herë brenda muajve kanë qarkullu qindra miliona. Po. E tash, ajo na ka rënë sy mirë, po çka nëse ka kompani që 20 vjet tregtojnë, nuk i dim, kështu që e para sa procedim prokuroria, për flas për specialen, e ka pas njeriun e vetë në KEK, për vjet me radhë. Kryetar bordi, antar bordi, i ka ditë krejt KEK shka ndodh. Së ndryshe dhe se kish pas qatë pozit. Eksperti antikorrupsionit. E kanë mendëm me sa e di është aloja për pozitën. Pra ata për muniz për vitit. Qa ka ndodhë në KEK? E para pikë, që nuk i di nëse bët ose ju. E dyta ka pas pista që e këmë thonë edhe në kuvend, pra zyrtare, le të kontrollohen transakcionet financiare me kontratat. Pra, a kanë shku pare, që unë i di se kanë shku pa kontrata. Bare, janë bartë. Pa kontrata. Pa kontrata. Ose kontratat nuk janë ku me transakcione. Pra, njëherë i kanë marrë vesh kështu, tani ja kanë nisë mi bo kontratat. Pra, tretën që e ka pas deputeti Ferhat Çala, e ka pas që shqitë Rryma Neumann si tjetë e jona. Po shkru si import është shqit. E ka një deklarat në ditën kur e mbo energjia, dita për diskutime në energji në parlament, seanca për energji. Pra Prokuroria Speciale ka pas pistat mjaftueshme, se mundesh me pa ku një rrymë shqit edhe shkru si import. Që kjo ka mujtë me ndodhë me KEK, edhe ka ndodhë me KEK. Është shqit edhe shkru si import, na e kena pagu import, është shqit pjesa tjetër, është transakcion financiar rryma. Pra këta du të me analizu kësisoj. Hiq pa u marrë me megawatt, hiq pa u marrë me bursë. Spari du të me këshyrë kontratat e transakcionet. Spari du të me vetë njëriun e vetë që e kanë mërënë Prokurorisë Speciale se qa ka ndonë KEK. Po hiq pa e vetë ato, këta e kanë pistën. Edhe që kjo automatikisht ishtë bo punë për akta kuzu, nuk e di pjesën e të. Veç e njerëz, mas qëra, qysh e ka njërin e vetë në KEK, nuk për kam shumë të qartë. Eksperti antikorrupsionit i Prokurorisë Speciale ka qenë në pushtetin e vetë vendosjes antar bordi dhe kryetar bordi i KEK-ut. Në kohën e Nagipit. Qysh mos me ditë? Do me thonë Nagipi po nuk e ka ditë, edhe s'ka informata se qysh bëhet rryma në KEK. Edhe Prokuroria Speciale nuk i nisë prej vetet, më mënej që du të me nisë për njerëzve të vetë. Eksperti antikorrupsionit du të me ditë. Nëse e konë kryetar bordi valid që edhe e konë, se a i ka dhe seanca që ka shku para komisionit me raportu e para. Detyre zyrtare. Po e dyta, transakcionet me kontrata ti kontrollon edhe një fëmijë klasës, një i ri klasës 9. Është shumë e lehtë, nuk i nevojë me imburs. Prandaj unë jam të bëj që sa thirrje. Kur të shitet rryma, si këto ma kanë konfirmuar edhe njerëz që kanë punu, që kanë pas lidhje me kost. Është shit rryma. E jona dhe shkru si import. Kosti shumë letë e kuptan. Njeriun e kam pas në sekao, që do më thonë, zërëja i ka vërtetu manipulimet në tregti energjisë elektrike, është i vërtetu, por hetimi nuk po bëhet zyrtar. Prokuroria Speciale mundet me pas sëdat hetim. Kosti ka pas hetime me dyshimet që ka pas bashkëpunime me entitete sërbe me elektroprioritën e Serbisë. Po çka është zyrtare, çka është e vërtetuar është që ka pas manipulime në tregtitë e energjisë elektrike. Shkurt. Edhe i thot, janë dëmtu konsumatori fundor që jena na. Ku është sot prokuroria?
Unë nuk muj edhe me bo ma shumë 3 betejë ligjore me ta, me vetë vendosjen. Një jam që kekum ka pa dit, tash po do me quhet me sa e din apel, pa dit, se nuk ka përfundu. Për çfarë ka pa ditë? Për shpifje, ju është kthy se për shkak që është autoritet publik, kom pas, ju ka rëzu pa dija se kom pas drejtone, tash terma juridikune nuk është që i di sakt se kam të fund shkrume, pa dija betejë 2 ligjore që unë e kom bo kallëzim penal për ta, unë jam shku dëshmitare për tregtitë energjisë elektrike për manipulimet që tash kanë dalë tjetë vërteta nga ana zërejs, po pse nuk po marret në akt, është shumë për mu që ditë, për ka sistem drejtësisë dhe qeverisë, edhe e treta është që unë kom bu pa di për shpifje për Glaukë Njufcën. Është e çuditshme qysh pa dija, e kekut shumë shpejt është marrë parasysh, e Glaukut jo. Për çfarë e keni pa ditur? Se ka thonë merresh me tregtitë energjisë elektrike, që unë e kam biznes edhe merrna. E kom pa ditë, shumë shpejt bile, me njëherë mas zgjedhjeve, se e ka bo pak para zgjedhjeve. Pra unë edhe për atë rast jam gati, normal me dëshmu, se ndryshe edhe se kisha pa ditë, edhe jam provat në CD që gjykatë si ku ta merë, automatikisht me pa që kjo ka shpif. Po tash, unë kom bo, jo që kom bo shumë, po kom i, si me thonë, edhe me kry tem këtë punë, më tash do të me pas drejtësia për dorën e vetë. Nuk mundet me përfundu këtë punë vish me një shef prokurimit me dënu 2 vjetë ditën e mirë. Ku është puna në agipit? Ku janë transaksionet për cilat ka dijeni edhe ministrja Rizvanulli. Pse nuk jetojnë emaillat e saj? Unë në kuvendi ku më thonë, ti u mi qyri emaillat e tua. A tani me folë. Një emër që është përmendur, që ke përmendur ati vazhdimisht si përfituesi më i madh i këtë tregtimit me energji në rastin e Kosovës është edhe Vuk Hamović. A është ai person ende duke përfituar prej? Po, sa e di unë ka vazhdu licenca prej zërejës. Po, e ka entitetin e Kosovës, entitetin në Shkup, entitetin në Zvicran. Më thonë 3 entiteti, me 3 entitete bartërim. Entiteti biznesit, do me thonë. E entitetin ose biznesin e Kosovës, po, ja ka licencu, ka në prag licencimit me dokumenta, dhe atëherë kam pas bo ditën se tash e kam shef, zërëja, po tash ja kam dhonë licencën sa e shtu bartërim, çdo ditë, dhe s'mundet pa licencë. Pra, është këtë që e kanë hjek prej regjistrit licencave, se ndryshe ai nuk ish mujt me bartërim, me përdor qatë licencë, qatë akt pra të bartjes energjisë elektrike, pa e pas licencën, e kom thonë se ka mas shumë të potencial për tregtitë energjisë elektrike se është edhe produks. Pra këta tjertë janë të gjarë, ndërmjetës, sikur Martin Berishaj, që ka dorë se ka mori përshinjë që atë me ndërmjetës. Gjeni o produksi. Martini ka qenë... Këshillëdhënies. Ka mori përshinjë shqitje. Qka që? Ta janë ndërmjetës. Bizneset e Shqipnisë, që po apostrofuhen, Noa, e TMT e këto nuk janë, kërkah nuk e kanë prodhimin për më allon neve. Vetë Shqipnia s'mundet me na furnizu neve. Edhe të janë të gjarë. Po, të janë të gjarë, të janë marrin pjesën e vetë të ditën e mirë. Kosti, mundet me i pas këto dokumentat e Noa se ka i bën transaksionet mrena se e merr me Vuk Hamović ose jo. Deri tash ata e kanë bërë ditën veç lidhjen me Noan edhe Elektroprivredën e Serbisë, që është furnizuesi i saj. Po jo Noan edhe EFT. Mirë, po ka qasje në dokumenta. Po këta fizikisht nuk kanë mundësi neve edhe me pas kaq transaksionet në alta ku nuk janë prodhues, se këta janë të varën. Ai ka letrat në dorë. Gjeni, për shembull, po. Vuk Hamović është duke përfituar edhe në këtë kohë. Po s'kan ka marrë këta. Gjeni je prymë, EFT-a je prymë, që ta janë 2 matë majtë. Ka dhe tjerë, po këta janë kitë ma pak. Po ku jena na, në sasin që jena na, sikur me thonë, mu më vynë një bidon ujë, edhe këta thonë që të qishe. Unë i di që ti me qatë qisheve që je ka barë, se s'mun është me më dhonë mu ujë. Pra qështo është problemi me Vuk Hamović? Për me kallëzu këta që janë pavarur për kësaj pune, ja këshin bo diçka me atë licencë. E këshin bo ditën hetimin. Po as nuk e zbulojnë hetimin, as nuk janë orën licencën, këta nuk bojnë zo. Albin Kurthi o dele e ti. Edhe është i kaptë.
Shpesh që argumente përdorin për çmimi i rrymës është rrit disa herë për konsumatorët gjatë pushtetit të kurtit. Në ndërkohë këta insistojnë që çmimi i rrymës Kosovë është më së tiri. Qysh shpjegohet ky paradoks që ata mundohen me e përdorë. Munden më arsyetu kësaj se asnjë Kur vend këtë e dim që nuk është asnjë vend nuk i ka tarifat e njëjta si na. 800, 800 tjerë t'i kanë me ka 600, dhe me thonë strukturën tarifore nuk e kanë sikur na, sakt. E që këta veç pse dallon struktura tarifore, thojnë e kanë ata ma shtrajt se sa na. Na i kena për shembull 4 tarifa. do thotë ato që nga hilja që përdor këta. Për shembull me Serbia më të e bëu çito, se ata struktura tarifore e Serbisë dallon me ne prej neve. Për një Shqipnia i ka ma të larta, për Shqipnia e ka dhe furnizimin më të mirë. Se sa na që për shembull e kena. Ku ke pa të në Tiranë me të në rryma. S'pëdi që kja ndohë e kujt najherë. Si kur neve që shna ndohë. Nejse, qësa tjetër është, edhe ajo të bo ekstra investime, e kam fjallën e Dirama, kryeministri, o të bo furnizimin e energji. Investime. Ta asë investime dhe për në rrisin rrymën. Po ku arsyetojnë këta, është që tarifat, struktura tarifore dallan. Edhe unë me bom janis tash me t'i spjegu, ku i kena dallimet me Serbi dhe një u shkojnë, ka tarifa që tjerë t'i ka ma lirë, që na i kena ma shtrajt. Po nuk ka vend që janë krejt ma shtrajt se tonat, e na e na konë këto ma të lirët. Po në qëtë hile, po mujnë me bo këtë, apo ndryshe, me standardin tonë, me rrymën, me rogën tonë që e kena, absolutisht jena ma të nartit. Dhe me thonë, rryma elektrike edhe inflacioni po ka zonë sa të rri transporti dhe energjia me ko për neve. Shto këtu që me inflacion e energji merret edhe nafta, që për momentin nuk ka fije kontrollit të na. Edhe kjo është lo me qëllim që 6 vjet. Për pos rrymës, do të gjatë kësaj qeverisje, do të thuj se nuk ka në një problem që ka gjetur zgjidhje ose që është përmirësuar. Nuk ka shenja të përmirësimit në infrastrukturë, nuk ka shenja të përmirësimit në shëndetësi. Jo. Në arsim jemi keq e ma keq në testet e PISA-s, nëse ato i marrim si referencë nivelit të arsimit. Korrupsioni, nepotizmi, do të thotë qysh e shpjegon do të thotë këtë pushteti, qysh e sheh. Do të thotë që e kanë pas gjithë këtë pushtet që 6 vite kanë qeverisë në mënyrë absolute, s'kan pas nevojë as për votat të opozitës, as kërkuj këtë vetë, që thuhet kanë vroja, kanë këfill vetë. Qysh e shpjegon do të thotë mos me pas një rezultat të prekshëm deri më sot. Tash në shtator i bëj 3 vjet në politikë që jam kështu allën e përfshime, aktive. Edhe më ka ro ka shumë i analizohë këtë të tëne që i kanë bo para dhe pas kom vetë edhe shumë njerës që janë kanë para në vetë vendosje se qysh ka shku. Unë e kom anë për fundet që kë, kur ka dalë për me i politikë, ka dalë për inatit, që pse kë nuk është. Ka pas një inati, një jo zellë për punë, po një kompleks të vetin që pse kë nuk është në klasë pushteti. I ka kesh çdo sen, me gjipa, me kapjen e prokurorëve, me nepotizmin, ndajt e këto, që këmi bo po të njëjtat vetë. Pra, kur e shë deklaratat që sot i kam vesh kejt, është interesant, saksisht kejt që ka thonë kejt kundër të. Që kjo e ka pas i natin që pëse une nuk jam. Tash na si kam be kena, pe historisë tonë shumë i pushtetin si diçka të huaj. Se i kena pas tërqit, i kena pas sërbët, edhe kjo e ka po dhe vetë që pushteti ata janë edhe une, po qysh une nuk po dalë si ata. Nuk e ka mendu asnjëherë që qysh me u heq aktualisht një shtetë. Se nyshe nuk i kish marrë këtë ma budalë se vetë. Njën falë shprej për shprej, pa asë një nuk ka ma i meqëm që aty se vetë. Që është? Asë një. S'kish përfundu dhe që to. Ky i ka marrë figura politike caktu më që pra na janë konë shumë atë këthellë se ky, po për me rrit me kalzu që na jena dikushi. Po kur ka puna me qeveris, ka pas qef veç pasunin me pas, prestigjin, se jo pasunin si letër, prestigjin, imigjin social, edhe në fund nuk është lodh
për se qysh me qeverisë. Unë sot për shembull që jam deputete, e kam shumë parasysh që na nuk kena staf për momentin për me mbush një ministri me njerëz të duhur. Se mendoj që kena me ardhë për me përballë me njerëz. Kjo e ka mendu, unë e marr ministrinë. Ra fjala për ministri ose qeveri. Unë e marr edhe pas Skënderbeu më i naltë se unë edhe tani unë. Ta unë i shkeli, se ta s'din se këta e në budal, shka thonë një gjysëm analfabet. Analfabet funksional. Pro nuk ka mendu gjatë kohës, se kur jem politik të shme mendu për shdo gjë. Se nesë vje dita jote, që do me thonë, për ata edhe ta shpeqes veti, kom desht më konë shumë aktive, se një ditë thirin kom bona për ty. Një ditë vje dita shak e botë të doj. Edhe të shmë konë, kjo ka bo për me mri, po jo për me punu, për me mbajt. Ti s'den, ti s'bën, ti unë i kontrolloj, unë e vendosi. Po një njeri që hen në tenderat kekut, bre, kallëzën që fije besimi nuk ka për staf vetin. Edhe dikush me t'i këqyr tenderat dëshmi dhe mi zon besë. Kjo thot unë e baj. Pra që ka përfundu? Ka përfundu se kur s'ka menu më veç, a ka menu më ngrit, edhe kjo me mrijat, janë altë nga push, se që ashtu i ka po këta. Ka pos kompleks. Që këta janë e unë nuk po muj me mri. Unë e mejta me një rrugë të babës tam, e që këta ku kanë mri këta hajna. Ta shobo vetë hajnë, edhe që ku jena. I përmendet të nderat e kekut, po këthejmë edhe pak të këtë qështja që lidhet me energjinë. E patëm këto ditë do të thot një marrëveshje me Maqedoni për shitje të thëngjillit. Do të thonë me shit thëngjill Maqedonisë, edhe me ble energji për i tyre. Edhe këta e trumbetun si sukses, se arritur e madhe, po na shtohen tyrat nga importi, nga eksporti, m'fal. Ta tyra pe eksportit kanë pas sa dush. 150 milion euro i kanë eksportu rrëmë në vitin 2025, po kanë pas eksport sa dush për atë punë. Kanë pas pare trojt në 100 miliona euro kjeko. Tjetër është që i kanë bojt për veti, edhe për dëmi qume dhe të ndera negocium, si për shembull për rimodernizimin e atreshit. Por, çka po bëhet gabim është krahasimi, na pjo qojmë thëngjell, po blejna rrëmë për tëne. Nuk mund tjetë ashtu, se na zblejmë rrëmë për Maqedonisë Veriut të rrëmë të gjenerume në Maqedoninë Veriut. Entiteti, biznesi, e bën transakcionin me vend të regjinës Maqedoni, por nuk do të thotë që rrëmë është të gjenerume në Maqedoni. Po, e qartë. Po, gen Skopje, ose ku e dione. Ose gen Slovenisë, e ka marrë për Slovenisë, po. Aja ka trektu 500 Jo të mos dëshmerisht rrymë e Maqedonisë, mirë po rrymë blejet. Po, rrymë blejet. Na, sa kanë dhonë këta të 73 milionë edhe ato disa të bëhen për 3 vjetë, na as 3 muj nuk na vazhdojnë ato pare. Do me thonë për 3 muj i kolofitëm keq ato pare. Si qytetar. Me nivelin e importit që bote. Po, me nivelin e importit që është bo, edhe që shkan maksimumi 90 dit 100 ato të kryen. I përpin qëto pare. Nuk është që na si qytetar këna fitu, se struktura kekut është asisoji. Këta shesin për veti, na e thithëm tymin, na blejna për veti. Dhe më thonë, çka jep keku nuk përkthehet në qytetar. To e kom thunë edhe më herët, se njerëzit po mendojnë, na po japim rrymë. Na nuk japim rrymë. Keku jep rrymë, na e thithëm tymin edhe i pagujna parat. Nëse kishin përfitu me investime thelpsisht organizuese në kek, e kësha marrë se të mërqenë. Në rregull është se edhe ashtu kena investu e kena bo një termocentral 3. Kur gjë s'kan bo. Kanë shit rrymë se ka i kanë qua të pare, e din vetë. Na e kena thith 60 timin, pa elektrofiltera, se 60 gati na kanë vonu elektrofiltera se këta hene në masa në sankcione. Edhe në fund, na kiqa të pare, 73 milion, kena me hargju si të bëha i gare, se në fund të një pagujnë këta. Këta jena në analfabet funksional. Pse? Se po lidhëm taja për fillimit, ka thonë ku t'i pjun atje në altë, ta i bëj lole këta poshtë. Ta i drejtoj që shdu vetë. Po su një drejtën se nuk e ka menu që 1.5 milion njerëz, 1.6 nuk u heqen, si mu kom partijeve dhe ndosis me ta bëha të kejta men. Sta boj njerëzit, edhe ta është përshje që gjysë ma venet është konërti. Krejt këtu do të thotë mënyrën që shka qeverisë, që ka ndodhë, skandalet, gjithë shka i keni evidentu jo, i kemi evidentu në mediat, edhe publiku i den deri në detaje. Mirë po, krejt
kjo keq qeverisje, ky keq menaxhim i shtetit, që është bën nga vetë vendosja dhe Albin Kurti, pse nuk i përkthehet në vota partive opozitare? Votues për shembull, po e din që një pjesë e votuesve e din që ka qeverisë keq, mirë po ata ma përpara për zgjedhin me abstenu, siç ndodhet me 7 qershor, do thotë 104.000 vota më pak i ka marrë vendosja, po që ato 104.000 vota nuk kanë dalë tek parti tjera. Si e shpjegoni ju si opozitare që do thotë pakënaqësia që mundet me kanë ndaj qeverisë Kurti nuk po përkthehet në vota për partitë opozitare? Tash, me këshqyr prej rezultateve punisna prej fushatës personale dhe jetës tamë në politikë, është që njerëzit po e dojnë qartësinë, po dhe mungesa leadershipit është diçka që njerëzit juve që s'po e dojnë, po ju shkon neva, po dhe nuk po dojnë as me konsideru një parti ose një dikën që nuk ka qenë mjaftueshëm i qartë, mjaftueshëm i e guximshme. Pra, unë mendoj me çto rezultate që na si na kanë opsion për shta njerëz që i kanë sabotu zgjedhjet, para se nuk na kanë kuptu, nuk kemi kanë qartë mjaftueshëm, edhe nuk ju kemi do të guximshëm mjaftueshëm. Do të ne pranu tash, sipas asaj që e gjykoj unë. Nuk më thonë që nuk na kanë kuptu, se mendoj që jena shumë kështu të vetëdijshëm politikisht si njerëz. Njerëzit e dinë çka kom fol për shembull në fillim që s'kam nevojë nashta as unë vet, nuk është që e kom harru, i maj me fjalët e mia, po nuk është që sakt çat intervistë kujtoj, po mendoj që janë të na përcjell krejt, po që na nuk kena kon mjaftueshëm të guximshëm, më u kallëzu sakt në 2-3 hapa sa kena më bë. Për shembull, këtë që kom folur edhe tash, e kom kondenzu në 3 fjalë: rryma, uji, trepça. Unë çto më me ti kfill, për tjerat i merrën parat edhe kfillën arsimi dhe shëndetësia. Mos më vetë mu për që qysh me ta bu një lanë gjykatë kushtetuese, mos ja pështjell njerëzve. Mendoj që edhe programi i LDK-s ka qenë shumë i gjatë për më kuptu, kur na ke kishë mujtë sot, e gjykoj që me kondenzu në 2-3 pika, në 5. Edhe nuk kena nevojë me zgjatë ma shumë. Një ka ndodhur me parti tjera. Asun e vetë nuk i kom pa mjaftueshëm qarta se çka janë të desh me thonë. Sidomos ku po vinë konceptet kalume si rrugovizmi, Hashim Thaçi, e këto tjera që i gjeneratat e reja nuk e gjejnë veten mo, edhe kam plot se drejt se nuk janë ngjarje. Pra, mjaftueshëm qartë, mjaftueshëm të guximshëm, edhe sa më pak mi lidh fushatat me njerëz të historisë që janë shumë të rëndësishëm për neve, si partjak, po ju të rëndësishëm të e mos për fushat. Njerëzvi vyjnë me pas rrymë, nuk ju vyjnë mos që ka mendu Ibrahim Rugova në vitin 98. Po, pse s'po ndodhë që ka përcim, se pikërisht këtu deshta me dalë. Mu personalisht krijohet përshtypja që partitë opozitare janë të luftu, po bojnë opozit për një Kosovë që nuk ekziston mo. Është i kalu ajo Kosova pas luftës, raportet me euroatlantike, fryma rrugoviane, UÇK-ja, jo se nuk janë tema të rëndësishme këtu. Këtu janë tema të rëndësishme, jashtëzakonisht të rëndësishme. Mirë, po a janë të rëndësishme sot për një tri i cili sot i ka ndoshta 25 vjet, që merr pjesë në jetën qoftë publike ose ekonomike ose çfarë do të qoftë në Kosovë, i cili del me votu. Që e tha edhe ti, pse duhet një triu sot me i fol për frymën rrugoviane ose vazhdimisht për tema të tjera të rezistencës së viteve të 90-ta. Kështu që a jeni tu i bot diçka që me ndrru këtë mënyrë të bërit opozit? A është ka i flet dikush në këtë rast brenda LDK-s këto probleme që jeni ka ja hoqni? Brenda grupit parlamentar nuk është se ka qenë ka fjalën përgjithësi brenda forumeve të partisë. Po, brenda forumeve të partisë. A diskutohen këto çështje? Po, sigurisht diskutohen këto çështje edhe sa më shkurt, edhe sa hapa më të guximshëm njerëzit sa dojnë me marr. Jo do ta bëjmë, nashta bëhet, zbohet, unë e bëj, unë e kryj. Se çysh ja bëj, ti rrymë për shembull kimë pas, ose kjo më e thjeshta. Stabilitet ka me pas veni. A i negociojnë e partita, si negocioj e jap 2 ministria, 3, 5, qysh kryhet. Unë edhe në mrena forumeve, po edhe mrena medjave, thonë që na nuk jena zgjidh për me qadru.
as nuk jena zgjedh për me bojt ujë. Njerëzit na kanë zgjedh për me zgjidh problemet në politikë. Na kanë zgjedh për me zgjidh punët me ligje edhe me institucione. Çka që? Pra, nuk njerëzit tjerë i bojnë këto punë tjera. Ju pse me bojt dru nuk është rëndësishme tamam puna, po është shumë e vështirë fizikisht e po ta fjallën. Na nuk kena nevojë mi pas këtu. Zgjidhemi për secili e ka komisionin e vet. Për shembull, çifti jemi ka 2 ministri, unë e këshyri shumë ministrinë e tregtisë dhe ministrinë e ekonomisë. Për çet punë na kanë zgjedh. Secili politikan do me pas ditën. Edhe konceptet e të kalumës që janë shumë të rëndësishme për neve si parti, për shembull për mua nuk ki nevojë se unë babën e kom pas LDK, agjen LDK. S'kam fol mu për rrugovën, unë veç e kam të instalu me qep në kry. Po njerëzit nuk dojnë mu me pas atë rëfen. Njerëzit dojnë mu mja lexu intervistat, mu me ngu video, mu mja lexu dhe libra, të s'kam qare pa e përcjellë se çka kanë dhënë kushtet caktuar. Po jo mu në fushata me përdur aq shumë sa që njerëzit me na ikje dhe prej të bimit për çfarë do partije, në fund, pavarësisht se të ka në të bim, në fund, nuk ka votu. Ose abstenon thjesht. Ose thjesht abstenon, ose shkon deti halo ma keq. Ama me qenë se u hap kjo temë, për 3 e kisha thonë që kur gjë, veç ma mirë është me votu një parti caktuar, bile. Edhe nëse dojnë, nëse janë më dyshje, me votu vetë vendosjen, po bile ta din që kanë votu. Po i ftoni të jenë aktiv politikisht. Po qysh të jenë aktiv, nuk jam me pajtimi që një i ri me thonë unë zvotoj se unë kam e shku në deti, në fund ma bo nuk po kam qerdhe. Po të lutem, ideja o konë që ti me votu me pas qerdhe. Mësëm hajde tash të unë ma bo, unë s'ju votoj, ju i një kitë njët, ju i një kitë poshtër, ama unë s'po kam qerdhe. Po pëse s'votoj që? Nëse e ke vendus me nejnë këtë venë është mirë edhe me votu. Se kur të fillon ai vetë vendosin, e shet tash që Albin Kurtit i bën më shumë për bushus në Vlorë se sa për të vdekun në korporatat tona. Kur të voton ai Albin Kurtin, e shet që dikush një ju afër me ti pret në kolegjia e kryeministri i shkon lahet. Kur voton Lumir Abdigjikun, edhe ja shet si dhe thot unë mo ty kur nuk të votaj. LDK si hub një vot. Edhe këfjellat tani, dikur ka mu këfjell. Njëtë buhu me PDK. PDK sot kam javon, jo për hotel babës, po për hotel tem. Edhe e shet që Bedri Homza nuk u të bo çka ka thonë. Ose dikush tjetër. Për ata, jam për me votu. Jo, le të shkojnë deti për mu, s'ka problem, po bashkë në ditën e votimit, vota bre dhe shko ku dush. Ndryshe është, kur ti votan, edhe kur e vjenën në tonë në QKUK, thunë kom votu, po nuk ja vlenë mo. E jo me më thonë, unë nuk votoj për juve, ju një ketë njëjtë, ama unë nuk po kam borna. E vërtet është. Ose tjetran që ma kam bo, unë e kom votu me listë, sidomos që po ndodhte gratë. Burri ma ka dhënë listën. Pse vezoj? Po për shka besë na këshyrë deputet dhe kejtë? Pse burri me vendos, ose gruaja ma ka dhënë listën? A di pse? Se deputet po na bojnë ju ketë njëjtjeni. Mos e vota. Nëse s'pëlqen Ilir Mirina si deputet, mos e vota. Thuj ju, nuk e votoj. Thuj e votoj veç Janinën. Ose e votoj veç ta. Edhe definu ose tash edhe janë shtrëngu gjerat në këtë që nuk po guxojnë mo as me shtu aty deputet me vjedh. Por let mendohet që e ka meritu votën veç Ilir Mirina. Po të marrë shembull me qenë se tjerë deputet thonë që kështu. Po që kjo po më pengon, mos me votu një, edhe me votu me listë familjarve. Ose njëjtë është, baba ma ka dhënë listën. Pe dënë 7 vjetit, po ja votoj, po kur gjesë janë do bo, po hajt. Po mos e vota, e kitet mund tjetë vendas. Po është kjo abstinenca, kjo indiferenca e trive në këtë rast që përmenti, kjo vjen edhe për shkak se s'është ka inspiran dikush. E vërtet është, po gjithë qysh është. Po ngon ai drajvi që i shtynë ata që djelen mu qume dal të kutit e votime me prit. Po jeta nuk është vibe, as politika nuk është vibe. Nëse ti e votan edhe je më aktiv politik, që është edhe bën ndryshimin. Një ditë që atri unë e kam e një parti politike cilën dhe që të është aktivizohet, bile është del me një protest. Pra kur ti bo është totalisht indiferent se nuk po ka vibe kjo punë, jeta nuk është ashtu, se një ditë për i ditëve ki mu vorë për i soj qeveria. Cilën do që ti e danë? Unë nuk e kam një me... Jo, një ditë për i ditë, po për gjithdo ditë. Po,
ka mu afektu jeta e secilit për vendimeve të pushtetit. Po gjithçysh edhe lokal edhe nacional. Tash unë për shembull pushtetin e PDK-s në Ferizaj absolutisht nuk e pëlqej çka ka ndodhur, shkatru Ferizaj, po gjithë dalë votoj. Nuk shë s'kam që kam e bu, çaja është për mu. Si qytetare kam fjallën, nërsa si normal, si antare kryesisë i kom qua dhe 2 herë në prokurorit themelore për hajnit që ka ndodhur, po unë e kam fjallën për njerëz, se sa ma shumë që e përcjellin politikën, ti ashtu kështu po i këshu deklaratat e mija po, ashtu kështu ti i përcjellin shkojnë të bëjë kryetare partive. Vota, ditën që të votojsh, që e din që me votën tonë, o buni deputat, me qatë deputat, jenë morë parat për KQZ-s, për qatë parti, ndryshe pirogës, se nështë ta njerëzit nuk e din, vend demokratike, Kosova, KQZ-ja shpërndon të ardhona për një parti, thonë që o bo me votën tonë, dhe të të që e parti, hish nuk pësilët mirë. Një ditë për ditëve, bohët. Një grupi 5-6 vetave edhe nuk thujnë Kosovës përrijët. Po thujnë ku du të me njëshu këtë vend. Pra unë jam shumë që një ditë edhe nëse të honën dhe me shku në Gjermani, dilën vota. Dhe letjet, edhe nuk jam për mos me votu më në gata, që shpotojnë, letë votojnë. Ashtu kështu i kam familjar këto. Pse mos me votu, veç pse dikuj e di që po keq menagjohen votat jashtë, po nuk jam për mja nëllë votën. Jo, kërkesa zyrtare sa dione nuk ka pas kërkush që ata të privuhen nga drejta me votu, veç kërkesa kështu në për rrjetet sociale është mrena elektoratit që mos me votu se nuk jetoj këto. Jo, se i kam familjar të letë votoj. Veç që s'keni qenë vëmend shumë, se aty ka pas keq përdorimet më dha për i pushtetit, edhe s'keni reagu pas një herë për votat e diasporës, sidomos herën e fundit, se unë e përsëris vazhdimisht nuk mundet me dallu qaq drastikisht vota diasporës për i votës brenda vendit, se ata janë familjarë tonë. Paka shumë bindjet politike i kanë si pjesa dërmuese e popullsisë brenda vendit. E tash nuk mundet ati me marrë një parti 95%, e në Kosovë me marrë 45%. E vërtet është, po pse s'kom reagu. Edhe ka pas ankesa prej vetë njerëzve atje që i dërgojshin video, fotografi. Edhe mu që jam ka habit, ka qenë neglijenca, reagimi, asë një fjallë partit opozitare, se kanë thonë për atë qështje, që do mos bërë zjedhe e 7 qershorit. Kanë shkuzat pa pavulla, pa ato shiritat e sigurisë. Pse s'kom reagu? Jo, nuk po të vëmë ti personalisht, po... Mirë që o për këtë dim, që kur po mesin reagimet... Se në fund, falë për ndërhyrjen, se në fund, që ato vota po e bojnë diferencën e madhe. Jashtun 5 deputet partisë në pushtet. Po dhe bilejrës fundit një grup parlamentar, po të vise, po. Një grup parlamentar ja kanë shtu. Një parti tjetër. Se s'kom reagu, është që kur po mbesin reagimet veç Facebook, edhe pedi që nuk ka pos asë një stos për partisë, nuk javlin mo edhe reagimi. është e vërtet, nuk ka pos asë një, nuk e di pëse asë kam pos prova ose jo. Pjesa e KQZ-s me nga partisë, unë nuk kem shumë në ngjarje me stafin që ka ndosjem specifik në departament të ekonomisë, edhe për atë arsye, me kallëzu që veç me shkru për hir të së shkruarit një post Facebook nuk e bëj, zakonisht ose ma një iniciativë tjetër me anë ministrive ose me anë të shëpatëm me anë sistemi drejtësisë, po veç me shkru jo. Për ndryshe po, është më marrë masa, po që ka i kjo punë, nuk jam konë edhe shumë në ngjarje këtër. Me pse s'ka ndërmarrë kur gjë partia kam fjallën. Po. Për këtë pikë. Sa ke qenë, themi kështu, e lumtur me zhvillimet e fundit në LDK, me kuvendin që u majt, me votën pro kryetarit aktual, me rikthimin e Vjosa Osmanit në LDK. Cili është interpretimi jot? Me zgjedhjet e fundit, mirë që kanë përfundu. Ato kam pas me përfundu, po shumë shpejt u bënën. Nuk kam se herës kalume për shembull për janar, kanë bajt shumë pengje do të bëhet kuvendi o kështu. Mendoj që kuvendi nuk ka qenë i nevojshëm, as tash, as në janar. Po e kanë mendu që ashtot, e kanë qenë delegat, që i kanë dhonë në nënshkrimet, e kanë thirrë kuvendin. Le që ka fitu, është rikonfirmu, po edhe ka marrë autorizime shtesë,
e që jam e sigur që pjesa tjetër shtash që i kanë thonë në shkrimet nuk janë të kënaqur. Sun Tzu thot pa u koni bindur një fitore mos hen luftë, që kish më konë në mesazhi jam, që nëse si jam konë të bindun që kanë fitu, më mirë është heq mos me i kësaj loje, jo loje po lufta. E para, që kjo do me thonë për kuvande, mendoj që do të me prit kuvandin që u konë kohën në rregull, 2027, për arsye jo veç pse të rikonfirmu tash, po edhe në mana partisë nuk është që sidomos na që s'kena pushtet, nuk është ndonjë farë akti që është i rrezikshëm e që do të me hek patjetër kryetarin. Nuk kena pas, nuk kemi. Lidhje me ardhin e Vjosa Osmanit, ka qenë gjithmonë sfond. Gjithmonë sfond e kam fjallë në vitet e fundit, qëto para se me përfundu presidencin. Do të vjen ka me ardhë Vjosa, guxo, je dul për kësoj partijet, dul për i guxojt, këj guxojt. Është folë të më thonë vazhdimisht. Është folë. Mirë që ka ardhë dhe kjo, mendoj që gjëra do të mu kry, nëse sidomos nuk jetohet jeta me kërcënime as politike, as fizike, as mendore. Sidomos të fundit, të ja bo vetit, ka mendohet, të bëhet. Bëhet be, qa ka njeti mu bolet bëhet. Pra, ka ndodhë disa gjëra që janë prit, edhe mirë që janë kry, e që sot më konë, si më thonë, clean slate, edhe në faqe për fillimit, edhe me njësë më shkru, se ku është LDK-ja sot, me Vjosa Osmanin, me Lumir Abdigjikun, të rikonfirmuar po se po dhe në prag zgjedhjeve. Sa janë të knasht pjesa tjetër dhe sa ka brëm për me kulmu një lider tjetër me në partisë Lidhja Demokratike e Kosovës. Si pas teje, qëfar i duhet LDK-s aktualisht? Duhet të bëhet ma radikale, të ndroj mënyrën e bërit politika, qëka konkretisht si mas te kështë tash? Jo do e mos, për radikalizëm e kena po maharat partitë e majtë. Jo, nuk e kam fjallë në radikalizëm, se shpesh herë keq kuptuat e na, nuk kuptuat veç mënyra që që ka bo vetëvendosja. Radikalizëm do me thonë edhe ajo që i përmenet i maheret, mi thjeshtu disa gjëra, mi qenë ma të drejt për drejt, mos me fol me terma të përgjithshëm, pa e përmenë problemin, esencën e problemit, këtu e kam fjallën. Politik ma aktive, ma... LDK-s mendoj që ma shumë se gjithë shka tjetër i duhet qartësi. Nëse, sidomos që jena në veç mars nësa e di nisëm pregaditjet, po dhe kjo pun në pratë sot nesër para një leadershipi tri ose kjo aktual në LDK, që më konë të pajtimit, me ka ndojnë me pru. Cili do që vjenaj, më thoni duhet qartësime, në partijake tutje mu morme se kush janë parti tjera për LDK-n, si silën mina me to, edhe që cila dhe tjetë qasja jonë me pushtetin. Pra pa e pas që qartësi, pa e pas një komunikim vetjak, brenda vetës, jo vetjak, po brenda vetës LDK-ja nuk ka me pas ndryshim, se qysh po pritet, këto për thëmë edhe për reflektimit për njerëzve, që ka kom një, kjo është fjalia madha as me shas peshk, mendoj që na du të me zgjidh, mas pari për vete, a me sha peshk, edhe tani mi u tregu njerëzve se për çka qëndrojna. Në mars do të të mëhet kuvendja, po? Jo, nisim pregaditjet, nësa e dit po, se nëntor, 8 nëntor dhe të më mbajt. Po nisim pregaditjet shumë a... Po, për shumë, deri në mars është ko gjë një periudhë gjatë, jo edhe një 8 mujë. Mundet shumë që ka mu bo në politikë, mundet shumë, ndoshta kena me pas edhe zgjedhje. Po dhe, unë e prata, po kjo nuk është kur vonë. Po ndërlina me ato që tha, pëse du të mi prit zgjedhje me nga partisë për më me rriti proces. Sidomos tash që janë të arë zgjedhjet, se kur nisin zgjedhjet, më nuk ka botë kë komunikim. Kur nisin zgjedhjet është kush për marrë parti, po këndojnë me sjellë këta, këndojnë me sjellë na. Unë e kësha desht veç nëse është Lumir Abdigjiku me çfarë platforme ka me nejt në 4 vjeqare në ardhshëm, me këndë me nejt ofër, cila është klika ngushtë që flitet në çdo parti, këta këtë e di.
Do me thonë, secili lider e ka një pjesë njerëzve që i ka më afër. Edhe shumë e natyrshme është politikës. Cili e ka një ekip. Po jo, unë vetë jam pa aleat nuk munësh. Se s'munësh ti me mendu që gjithë punë me 30 vetë kryesisë. A ka dikush pretendime mbrana LDK-s me marrë leadershipin jashtë se çka kemi pasur që 2 kuvende, do të thotë kush hapta aty nuk e ka shpreh interesimin për me marrë me pri LDK-s. Krejt e kanë thënë edhe deri në vot besim këtë çështjen e kryetarit aktual, mirë po nuk ka dalë asnjë emër me thonë unë po du. A ka dikush që ka kësi pretendime apo jo që e di unë veç ideja është hajde ta largojmë edhe pa planin B. Emën që e di unë ose që më ka thonë për vot, nëse jam delegat po kështu që ka me dalë për kandidaturën e ardhshme, jo, nuk jam në dyeni që e di sigur se do del, po me qenë se u bë kjo pyetje, unë jam shumë pro që me dalë dikush, ma mirë mu kulmu një përpjekje e kundërt nëse janë të pakënaqur me këtë leadership që me kulmu me një person ose 2, se sa një votbesim pa një lider tjetër. Pra nëse njerëzit janë për shembull pse jam e pakënaqur me diçka, me Albin Kurti në fjala, se kështu, jashtë edhe pjesës partisë, moj me gjyku një ministër pa asnjë lloj përkatësie partijake, nëse ka dikush tjetër që është aq i pakënaqur edhe ka guxim, zell, dieni, përvojë për me dalë, le ta bën ditën, bile edhe orientohet një pjesë e elektoratit mbrana LDK-s, po për momentin deri tash nuk e di çka ka. As Janina Imeri? Ushtarët për këtë punë. Se ke mendu? Nuk e ka mendu. Jo, nuk e ka mendu. Mendoj që për këtë jo se jo, asa për pjesën e qeverisjes, jo vetëm propozoj, po du me najt në legislativ, si deputete. Mendoj që më dohet shumë si përvoj, pra nëse njerëzit e mendojnë që i bëj për një post caktum dikun, jo, edhe nëse me LDK-ja, qeverisjen, jam për me najt në si deputete se më duhet me mësu isha dhe ministrat, ku nuk kanë qenë deputet, nuk ja ka idin, vjen raporton me nëndë veç uzime, më nuk mi bo vetë ligji, du të me të kalu ka kuvendi, mendoj që na dohet një përvoj. Mirë po për kryetar partije, është lloj pleqnari kryetari. Mendoj që ata që du të me dalë ose kryetarja, që vjen, me pas këgja në diapazon të mirë, ose nësë është i mosh ma i ri me pas përkrajen e Paris LDK-s ndryshe nuk bëhet. Qysh edhe ka dalë tash. Kur je angazhu në politik, a ke pas iluzione tjera apo e ke prit gjendin që është brenda? Ke ndonjë zhgënjim apo e ke imagjinu pak ma fisnike luftën brenda e që të ka dalë ndryshe apo si ke përjetu? E kom imagjinu si profesion pak ma fisnik se sa që është aktualisht, është sportiron, që e kanë thonë, ta shëdi edhe vetë, është sportiron se janë shumë polë përfshime, ata kemi si cilit loj, të i përfshi medjave, bizneseve, s'ju bjen mirë me një farë komisioni, ti ke folë, ti s'ke folë, partisë tonë, partive tjera, qeverisë. Edhe këto vish pak të i përmeni se ka tjera kategori, varësisht që shue ligji si la çështja mjek, taksista, polica, se krejt. Pra, është bukur sportiron, e komendu që janë ma empatik, klasa politike. Gjenerata me vjetër? Jo, përgjithsi klasa politike, prej fillimit dhe në fund, ma shumë kanë empati për shtetar, po nuk mendoj që është ashtu. S'kanë empati? Nuk kanë empati sa unë e komendu, nështë edhe me të najtë shumë politike dhe janë ismu, si me thonë, mos me ndjeni. Distancohesh, po largohesh. Distancohesh, menoj që kjo, ma kanë thonë edhe tjerë që politika të bënë se shumë misën e i rafte dhe janë ismu distancu se njerëzit komunikojnë, nuk e kimo rrethjin e njëjtë, si presionit bënë me pas jetë tjetër, mendoj që po
po ndahem për prekjes me qytetar, edhe empatia me qytetar është të mungu, e që kjo është sfida e më e madhe që unë me nejt me elektorat jo veç fizikisht, po dhe mendrisht me ndjes sikur ata, sepse është rreziku më i madh një politikani, dikur më e veç është që ti je tjetër në molli tjetër botë, edhe për çka ti je, nuk je. Për çka ti ke orë një jetë politike, mu nuk je. Pra që kjo është çudia që mas shumë të edhe jo veç që më ka befasu, po edhe më pengon se nuk njejmë njëjtë. Vjen nga rajoni i Ferizajt. Komuna Ferizajt qeveriset prej PDK-s tash mandatin e sret, nëse të bëj? Po, kryetare Gemaliu, mandati i 4 apo? I 3-tin, nëse të bëj. 2 mandate, 2 vjet më herët prej kryetarit Bajro Xhemali dhe i 3-ti, tash gati 4. Gati 4, po. Ju personalisht a keni mendu me u angazhu në nivelin lokal, për shembull, me kandidu për kryetare të Ferizajt, ose me marrë degën e LDK-s atje, me drejtu, se angazhim në komunën prej nga veni. Koha për cilën e ka mandatin kryetari aktual i Degës, Visar Azemi, është deri vitin tjetër. Kur është zgjedhjet kur nisin brenda partisë? Po, e njëjtën kohë, kanë rastisht janë të njëjtën kohë, kështu që e ka mandatin deri në vitin tjetër, edhe sigurisht kjo pas një dyshim vendoset me në organeve të partisë, se nëse ka me kandidu aj, apo nëse është dikush tjetër, këtë çka u bërë kjo intervist, thamë që guximi nuk do me mungu, nëse më kërkohet me kandiduar në për kryetare të partisë, apo për shkak që kryetari Visar Azemi nuk don, ose nuk ka mundësi, ose vullnetarisht nuk është si kandidat, atëherë po, nuk është se nuk e pranoj. E pranoj se në politik ushqesh, rritesh për me marrë përgjegjësi. Pra, do të me pranu për më konë kryetare e Degës, ashtu që një njeri siguron që nuk është perfekt, po megjithatë është në DK, që është ndjell me qëtë parti, me ngritë edhe me pru partinë deri me një stat caktum, kje i vjen edhe mundësia dhe për kandidatë për kryetarë të Ferizajt, nëse e vendosin me në parti, me gjithë mu sigurisht, dhe ma kërkojnë këtë, atër nuk thëmë që jo. A beson që LDK-ja mundet me kësy Ferizajt dhe herë? Ka qenë partia fuqishme atje? Po, mendoj që ka shumë mundësi, sidomos me këtë mandatin e fundit që e di që i ka i natos edhe palët edhe njerëz që i ka nejtë ofër. Kush? Kryetari aktual, Gemaliu, se vinë të regojnë kështë, që mo shethojnë ata ka bo shumë pare së për janin për neve. Kjo është mpirja se cilit njeri që është pushtet, sidomos ati që ka kohë që është i lidhur me biznese e jo me qytetar. Gemaliu, mendoj që ka potencial edhe shumë a shumë bile se kaq për me rikthy Ferizajin LDK-ja. Mirë po, du të me pas pa tjetër edhe mbështetjen e Selisë. Si shpjegohet që VV-ja ka marrë shumë vota në zgjedhjet përgjithshme merr në Ferizaj, edhe ka shumë deputet prej komunës së Ferizajt që janë në radhët e VV-s. Mirë, por në zgjedhjet lokale nuk ja del me fitum. Nuk ka pas asnjë kandidat i ty në interesim përpik të thokt për me marrë Ferizajin. Prej faton të po dhe ta tjertë kanë qenë veç sa për që i ka që partia, se nuk është që kanë pas kështu, nuk janë të lidhën me Ferizaj. Për ata dhe s'kan mujtë me mrinë në pikën ku me këthy një rezultat sa nacional. Pro votat i marim për shkak të Albin Kurtit, po ju për shkak të kandidatëve se vetë partia për ata thash vinë për kraja Selisë. Kur kena të bojna me lokale, nëse vetë partia nuk e bjen dikan shumë maharat edhe me përkthy gjitha mundësit për me fitu, nuk fiton. Sonja Emiri, faleminderit për këtë intervistë, ishte kënaqësi. Edhe për mu. Faleminderit.